Edi Rama nuk do t'ishte as pak i shqetësuar për revolucionin Flamingo, nëse do t'kishte përballë vetëm aktorët që shohim çdo ditë në shesh, as mbështetësit e tyre, edhe pse ata janë të shumë dhe përfaqësojnë një masë të madhe qytetarësh të pakënaqur. Në një sondazh të publikuar nga një media pranë qeverisë, rreth 40% e të pyeturve deklarojnë se do të votonin një parti të re, ndërsa rreth 50% shprehen se do të votonin parti tradicionale, ku Partia Socialiste nuk kalon pragun e 34%-ve. Sipas burimeve pranë mazhorancës, sondazhet e brendshme që zhvillon Edi Rama paraqesin një situatë edhe më problematike. Pikërisht për këtë arsye, ai po përpiqet të mbajë sa më larg konsolidimin e faktorëve të rinj politik, duke përdorur strategjinë e njohur divide et impera, përça dhe sundo. Mangthi më i madh i Edi Ramës është bindja se largimi i tij po përgatitet jashtë Shqipërisë, dhe se pas këtij procesi qëndrojnë aktorë shumë më të fuqishëm se sa ata që shihen në protestë, duke filluar nga disa prej vendeve kryesore të Bashkimit Evropian e deri tek klubet me ndikim në Shtetet e Bashkuara. Dalja publike e Dua Lipës, duke kërkuar largimin e Edi Ramës, përbën vetëm fillimin e një vale më të madhe që pritet të vijë muajin e ardhshëm nga Shtetet e Bashkuara. Sipas burimeve, emra të njohur të Hollywoodit dhe të botës së showbizit pritet të angazhohen në një fushatë të gjerë kundër projektit të investimit në Zvërnec dhe Sazan. Kjo fushat, sipas të gjitha gjasave, nuk do të fokusohet vetëm tek Shqipëria. Objektivi kryesor pritet të jetë familja Trump dhe kampi republikan, duke përdorur rastin shqiptar dhe marrëveshjen me Edi Ramën si shembull në debatin politik amerikan. Deri në zgjedhjet e mesmandatit në SBA, kjo betejë pritet të marrë një dimension edhe më të madh. Në atë fazë, sipas këtij interpretimi, pritet të përfshihen figura të rëndësishme të Partisë Demokratike Amerikane, të cilat do ta përdorin çështjen shqiptare si pjesë të përplasjes së tyre me familjen Trump. Nëse një skenar i tillë realizohet, ai mund të kthehet në sfidën më të madhe ndërkombëtare me cilën është përballur ndonjëherë Edi Rama. Sipas këtij këndvështrimi, ai jo vetëm që do ta ketë vështirë të mbrohet, por mund të dalë politikisht i dëmtuar rënd. Vizitat e shpeshta në Paris dhe afrimi me Emmanuel Macron shihen si përpjekje për të zbutur këtë situatë. Megjithatë, burime pranë mazhorancës bëjnë të ditur se klima është shumë e rëndë nga sa duket publikisht. Vetë Edi Rama, sipas tyre, është i bindur se Europa po ndjek një strategji të mirë koordinuar ndaj tij, një lojë ku Emmanuel Macron ofron karrotën, ndërsa Friedrich Merz përdor shkopin, një kombinim presioni dhe dialogu që synon të adopsoj politikisht deri në pikën e largimit. Sipas të njëjtave burime, pikërisht në momentin kur ky proces të arrijë kulmin, nga Europa pritet të dalin edhe propozimet për menaxhimin e krizës politike shqiptare. Në diskutim përmendet mundësia një qeverie të re të drejtuar nga Partia Socialiste, por me një figurë që shihet si më pranë frymës së protestës. Deri tani emri që qarkullon më fort është Ditmir Bushati. Megjithatë, nuk përjashtohet mundësia që të dalin edhe kandidatura të tjera me profil të ngjashëm. Sipas këtij skenari, një qeveri e tillë do të vjonte mandatin deri në vitin 2029, por mbi bazën e një pakete reformash të thella, politike dhe institucionale.